që ka që thjeshtër. Për ty, ti me LDK shpreson në mëtutje. Unë shpresoj që ka me ndodhë një koalicion. Është edhe një sen në shumë rëndësi se kush ka me shku në takim prej partive dyshi përveç kryetarit. Është shumë rëndësi. Kush sa përmenja me LDK? Të LDK-ja ki fjallën. Të PDK-ja, ai Bedrija merë që të kanë cilën. Po të VV-s, është më rëndësi. Jo, të është binja ty së më rëndësi. Të LDK-ja besoj shumë që në kryetarit. Po të LDK-ja ki po mdokët. E kush përshkon? Ka shumë në kryetar në LDK-ja. Besoj që lutën e thrasin për shkak se ka qenë në një farë mënyrë si mësit shumë herë për me bo koalicione. Edhe në të njëjtën kohë ajo është të komunikuar me të dy krahët. Po kë mund ta merr? Në kryetar. Rregull është kryetari në kryetari, që është rregull. Në pozitë nëse marrë luta, le të lëm politikën. Takimesh, po. Se po ironizon ti me lutën, çfarë është pa luta është një buldozeri politik. Është absolutisht pajtona, unë e kam. Ti po ironizon me lutën apo i drejtohesh Korçës? Po që kam respekt për ta. Me që jemi të një anës për që atërës, jo për nëjë sen tjetër. Nuk është që edhe kjo është largë Ana Moravës, Shala, andej. Unë mendoj që ka me pas institucione dhe mendoj që ndoshta mund të ketë pak zvarritje, po në fund do të kemi edhe president ose presidente edhe kemi me icë për para. Krenar ti, te PDK-ja. Le të shpresojmë. A di pse unë kam problem pak te puna e LDK-s për arsye se këta veç që ka përgatiten për me majtë kuvendin e jashtëzakonshëm zgjedhor në ana LDK-s.